Big Pasta dhe Big Mama, më lejoni të dëgjojmë pak edhe komentet e opinionistëve. Castro. Mua ble. Ose s'do, ka Shaku. Hajde, shokni. Unë shoh Geri dhe Besën. Shoh edhe Big Bastën edhe Big Mamën. Shoh edhe një pikë që Hajde, shajën, bjeri. deri në një... Jo, unë nuk asnjëri nga jo dy piles, unë jam i bindur që me një herë pasi ne të marrë ky projekt, ju dy keni bashkëpunim dhe këtë nuk e vën dyshim. Do ishte shumë e bukur. Do ishte një ndër bashkëpunime më të bukura të verës. Luan, unë e thash edhe çfarë, po më duhet ta them edhe se ndoshta ata nuk e dëgjuan. Geri ose Big Basta deri para pak kohësh ka qenë një lojtar shumë i fortë Prime. Do më thonë, ka qenë një lojtar që ka kumuluar gjatë gjithë ato ditët që ne vinin në Prime edhe aty i ka plas të gjitha. Tani për arsye se nuk ka ditur, nuk ka dash të ballafaqohet gjatë kohës, unë këtë nuk e di. Por di që Geri Big Basta ka të paktën 10 ditë apo 2 javë, i cili unë po shoh më në fund për hir të lojës atë Geri që unë njoh këtu e përpara 20 e kusur vitesh. Dhe për këtë unë jam shumë i gëzuar për hir të lojës. Nga ana tjetër, kemi Big Mamën, e cila pa diskutim është një ndër karakteret më të forta që kjo fermë në edicionin e parë dhe të dytë ka pasur dhe ka, edhe kjo ishte pa evitueshme që një përplasje e tillë të ndodhte. Nëse deri tani ne jemi mësuar le të themi me limonata që sonte dhe deri kur të mbaroj ky projekt, besoj që ne do të shohim çuditëra. Përballje të njerëzve që ne kemi menduar deri tani që ishin vëllezër, motra, të dashur e tjerë. Vërtet. Kështu që këto do të dalin. Sa për ballavaqimin, nuk kam asnjë koment përveç se unë e shijoj të gjithë në formën e lojës. Okej. Zhak? Unë gjithashtu i afrohem Castros në këtë formën, mënyrën se si po e shijoj dhe unë këtë ballafaqimin e të dyve. Besoj se janë të dy personalitete në fushën e tyre dhe thellë pa tjetër besoj se kanë gëzuar respekt, paktën në mos tani dikur kanë patur respekt për njëri tjetrin dhe këtë nuk besoj se do ta harroj ndonjëherë. Kur i pash aty në bashkëpunim me atë lojën e nudë, me sfidën e nudë, më pëlqeu shumë mënyra se si ndërvepruan, që treguan sportivitet edhe do doja që të kishim dhe të tilla momente nga dy, sepse në fundit janë jo vetëm njerëz me zemër. Në lidhje me debatin, nuk është se... Në lidhje me debatin, mendoj që nuk është fundi i botës, e mirëpres një debat të tillë edhe jam e lumtur që po ndodh. Uroj që nga Big War të bëhet Big Bang, të shohim edhe më shumë shpërthime, sepse gjithsesi neve na pëlqejnë të dy si personalitete, kur tregojnë dhëmbët, thojnë kthetrat, gjuhën, atë ashpërsinë, egërsinë, personalitetin e tyre. Ajo çfarë do të thoja, në fakt, është ndryshe nga Big Mama që nuk kërkon asnjëherë të falur, Big Basta kërkon të falur kurse se mund të ketë lënduar dikë. Se nuk i qëndron. Jo, e ke në tip ti Big Mama që nuk para kërkon të falur edhe kur e di që e ke bërë gabim. Zhaku, shumë faleminderit edhe ty edhe Castros për konsideratën, edhe patjetër që është koment shumë i mirë nga ju të dy, por në rastin konkret për Big Mamën qëllimi justifikon mjetin, edhe në një lojë tillë e cila duhet të jetë lojë. A kupton, nga fillimi deri në fund, Big Mama nuk e shikon të atill, Big Mama nuk shikon asnjë gjë. Do me thonë, vetëm për të arritur qëllimin, që uroj që të arrit, por Big Mama ka përdorur çdo lloj mënyre. Okej, çdo lloj mënyre dhe çdo lloj ofendimi, çdo lloj bullizimi ndaj kujt do. Çdo lloj mënyre, po familjen se kom përdor si ti. A kupton, shime ku janë këto. Këto t'ja shpjegojmë qëllimet e mia këtyre. Qëllimet e tua. Këto ta kesh përdorin. Ti i ke shumë filozofi të vëlla, strategjit të Mama vëlla. dhe unë nuk kam as ndërmend të shpjegoj ty qëllimet e mia, se nëse je zgjut, kuptoj dhe mos ni përdor Big Mama për keq. A kupton? Dhe unë nuk vjen qanë bema mu këtu, ma keni përdor, unë do t'i bëj, do bëj për psikiatri, do t'jen ambulansa do t'mare. Sot fillove të më folë për djalin tim tani që... Kush foli për djalin tam? 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 Big Mama, jo me lajtë disa në brëm, kisha arru çantën time, çantën time që aty në atë çantë, mbaj ato gjonat e mia, fursën e gjitha, dhe në një xhep mbaj atë, më fali sekond Big Mama, pa lutem. Edhe aty në atë çantë mbaj atë letrën që më erdhi që javën e dytë në Prime nga djali im
Okej, me atë kartën. Dhe atë unë e puth, çdo ditë, në mëngjes edhe në darkë. Dhe ju thash, faleminderit, dhe ju thash, edhe Big Mamës edhe Erandit, i shkova bashkë me Esterin, i shkova aty, sepse Esterit i lejohet se është kryefermere. Kur erdhe Diana Taj, dhe kjo as nuk denjonte, sepse kjo për hakmarrje që bën gjithçka. Dhe kur erdhën pastaj që të lajnë enët, se ishin fakir, se e kishin për detyrë, kur erdhën që të lajnë enët, nena ka qenë kështu, i thash, aty kam kartën e djalit tim. Edhe ajo çantë mu më duhet mrapsh me çfarë do lloj kushti. Dhe kjo e ka dëgju, si? Po, mbas një kohë tu kujtu ti se e ke kartën e djalit ton. A kupton ju ku e ka? Për hakmarrje kur erdhe me Esterin, a fole ti, a vë flasun shtash. Big Mama, se marrova Big Mama. Jo nuk e mbarova. Po nuk e mbarova. Ditën e ke fol, unë s'po fol, unë do foli, se unë kom që pakir. Se ti tanë ditën e ke fol. Do ta tregoj unë s'ka. Dhe pasi e mori këtë informacion, ajo prap nuk denjoj që ta lindë të paktën ta hidhta dhe qanë, dhe shumë e rëndësishme për mua e qanë. Dhe nuk denjoj të paktën që ta hidhta aty në bar, që të mos fudën më në aty të shtëpia fakiri, se nuk me lejohet, të paktën, a kupto, minimalja, të paktën. Unë ju kam lutur, falë, basta, po ju kam lutur edhe në një prime, nuk e di tani para disa puntatash, ju lusë sëri sot, mos përzini familjarët tuaj. Sidomos fëmijët, do më thënë... Jo, Luana, dhe foli edhe unë shtash. Foli edhe unë dhe nuk më bënë sens fare. Dhe shpikin situata, do më thënë këshu, aludojnë komplet, edhe bëjnë për herë. Do më thënë, mu deri tani këtu në këtë spektakel, do më thënë, në këtë reality show, mu kam përmen familja, sot mu përmen edhe djali, mu vund dushim dashuria ndaj djali. I se kom Big Mama, se sot kur erdhen në mëngjes, me la enët, kur për namanit edukat qytetare aty, ti the edhe bën si kur e do fort djalin e vetë se ta deshta është fort, nuk e lete qantën aty. Nuk e lete qenë qantën. Arsya pse unë e la qantën aty, Big Mama. Po se la askund. Ti kishe hallin vish me vrat, të më vendosh të mshash mu. Se kishe hallin të marrish qantën e shtrejt. Arsya pse unë e harrova qantën aty, Big Mama, ishte një diçka tjetër. Maestro, edhe nena, a ju mora robat e juja, me ju ndimu që të shkonim në shtëpi. Para gjithë shenjë, nuk ka vend asë robat e Rikut, asë nenas. Kur e kom një gjë të shenjë, nuk më intereson asgjë. E marë gjën e shenjë, e pastaj jo marë robat edhe Rikut, edhe nenas. Ka që ishte e shenjë, po ti këtë shpike, vetëm që të bërë si viktim, që mos po e shpike, se ke letrën. Letrën e marë buhë. Për shak letrën e bashkë në të marë të veceja. Dhe prap edhe kur e dëgjoj si mua bet, dje pas dite kur po vini me lapjatat, prap nuk dhe njoj që të ma këthente. Dhe u deshte që t'ja këtheja në të njëjtën monedh, t'i boja zhurë Big Mamës, dhe në mënyrë më të bukur, se i bona muzikë të paktën, i bona këshu ritëm të sakt. A kupto, bashkë me bluzën e Tiranës aty, edhe me tregu që këtu jemi në qytetin tim, me këtë batut në sensin e ironik të fjallës, po e mbyllim besoj këtë bisedë, se ishte e bukur ashtu si që po e përcaktoje. Imagino deri ku ka shku dhe më dhe. O Luana, si deri ku ka shku e një gjuta, që është një gjome dhe mu. Më vjen shumë keq që të dëgjoj që flisti ka shumë për djalin, i cili nuk e di sa vjeç është Big Basta, dhe më thënë. I mbush 9 për 3 ditë, Luana. A bën vetëm shkur t'i bis, do më dhënë nuk ka, është fundi. A ka mundësi unë ta tregoj këtë? Po. Lutem tregoj kështu. Vjen Bastat, vinte si njëri, si thot, erdha me Esterin, thot, Big Mama, kemi qa kemi, një qante kom harua këtu, mos e ke pasë, është një gjë shumë e shetë për mu, e kom letrën e djalit. Po vdeksha mos levis shak për këtu, unë nëse nuk ja kisha dhanë qantën. Erdi ta ku jeti, a një shako me të bo, dit e terske me patë, unë e gjeta, qenit ja edhe mishin goj. Mirë pra, me njëri tjetrin, luftoni sa të doni, se në fund të ditës jeni në një garë, dhe unë e kuptoj të gjithë faktin që ju jeni në një garë dhe doni që kush e më shumë të bie në sy dhe kush e më shumë të fitoj atë çmim sa do që e përcaktoni ndonjëherë të parëndësishëm, në fund ditës besoj që për 100.000 euro jeni, apo jo? Edhe ta, Luana, të lutem Luana, ta lemë një paktën këtë pjesën, edhe është edhe shkelje rregullore, nuk mund të më përvetsoj mua Big Mama, një send personal timin. Një diçka personale timin. Personali nuk let, po shlartë, o di. Finders keepers, thonë anglezët. Kush e gje, e ma.
Do me thonë është, nuk e di, aty që ka gjitha ato kamera, është si regull me o Big Mama, është regullore, plus që është i diçka, plus është diçka personale e imja me shumë rëndësi Big Mama. Si ta gjeju me si ta gjeju. Besoj që pas të diskutimi, jeni të qartë me njëri tjetrin dhe uroj të mos përsëritet më, në lidhje me familjarë. Oke? Dua ta mbyll këtë diskutim, dua të rikthehem në studio. E shoh në fakt që ata të dy kanë shumë gjëra të akumuluara, me njëri tjetrin do shohim se si do shkojmë mbarvajtja. Ishit të butë të dy në lidhje me këtë përballje, se nuk duket e butë përballja e tyre. Pra, edhe në lidhje me tematikën e fundit që ata përmendën, ndonë se... Unë isha në fakt sepse nuk doja të hidhja më benzinzjarit, por shoh edhe nga Big Basta një qëndrim pak më... Do më thënë, jo dhe ajë shumë korekt, se është Big Basta ai që e fut djalin në këtë ballë, pra ishte ai pari që e nisi kam letrën e djalit. Pra, duket pak si kur e përdori ai në këtë sens dhe jo Big Mama. Pavarësisht si reagoi Big Mama pastaj me këtë, po nuk doja që t'ja e ti nervozoja më shumë se i pa shumë të atëfaruar me njëri tjetrin. Ndërkohë, një diskutim që u përmend atje në klip, po edhe gjatë diskutimit, që ata vazhdojnë, fakt e kanë shumë të zjarrt, ishte edhe Casey, Nur dhe Ron, që si e përcaktoi Big Basta, ushtar të Big Mamës, që ishte vetë ajo që nuk ju mbajti dot në fermë. Më hapni mikrofonin e Casey, t'ju lutem, se nuk po arrit ta dëgjoj. Casey? E kam dëgjuar këtë bisedën që kanë nxjerr. Ti e sheh që të kanë nxjerr Big Mama? Tekstualisht Big Basta i ka thënë që ti ke nxjerr njerëzit që ke mbajtur më afër dhe ata që ke dashur shumë, ke nxjerr Casey, Ronin, Nurin. Nuri doli nga publiku. Unë dola nga një rregull që e thyeva vet. Roni e nxori Big Basta në këtë rast. Që nuk e shetë. Se kuptoj ku e shef Big Basta që quan dhe veten lojtari fort, që i pas kanë nxjerr Big Mama. Po t'jetë lojtari fort e kuptojnë që nuk kemi dalë prej Big Mamës, po prej lojës. Mirë. Ti Alba, për çfarë po ankohesh aty në Z? Jo, nuk është se kam një ankesë, po i qëndroj mendimit të Big Bastës, sepse për mendimin tim e para që kam qënë, që kam quajtur ushtar të Big Mamës, jo se Big Mama ka dash t'i bëj, po vetë Nur, Casey edhe Ron, si pas opinionit tim gjithmonë, këta janë nështruar Big Mamës vetë, ndoshta me mendimin thellë që as vetë këta se kanë kuptuar që nëpërmjet Big Mamës mund të arrinë deri në finale, se e kanë parë konkurrentet fort, dhe duke ju nështruar vetë linjës së Big Mamës brenda lojë, automatikisht kanë dalë nga loja, se në lojë brenda, po se mbat te linjën tënde, humbet komplet dhe jashtë loja. Pra ti e sheh si Big Basta në këtë rast. Hanur. O, zotë, mas për fletë, kjo. Kam qa me folë, me Albën. Okej.